Allahu ka përmendur ezanin në Kur'an. Për shembull, e ka përmendur për namazin e xumas. Idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a. Kur thirret ezani për faljen e namazit xumas. Ezani, shprehjet e ezanit përmenden në Kur'an, nuk përmenden. Ku do i gjesh? Si thirret ezani? Ezani është thjesht që nga koha e profetit deri më sot. Ai që thotë se s'ka pas ezan, ai budall, ai është gënjeshtar, ai është kokfort, ai mohon historinë. Ajo është si të më mohoj njerëzit, s'ka njerëz. Ajo është skizofren. Shprehjet e ezanit ku do gjesh? Vetëm hadithe. S'ka zgjidhje tjetër, është shumë e thjeshtë. Kështu që ka disa muslimanë që vërtet janë shqetësuar nga këto artikulimet e kuranistëve dhe zhurmën e tyre në rrjetet sociale, por nëse arrit të kuptosh këto pyetje, dhe me bë këto pyetje shumë thjeshta. Ku do e gjesh ezanin, shprehjet e ezanit në Kur'an? Nuk i gjen. Kjo tregon domosdoshmërinë e referimit në hadith. Dhe kush nuk pranon hadithin është kundër ezanit, është kundër namazit, është kundër islamit. Ajo fe tjetër, iku muhabeti. Është kundër Kur'anit, shpift ndaj Kur'anit, se Allahu ka përmendur ezanin në Kur'an. Por shprehjet e ezanit nuk përmenden në Kur'an. I gjen hadithet e profetit. Kështu që ja, Kurani, duke përmendur ezanin, tregon domosdoshmërinë e haditheve. Dhe ai që nuk pranon hadithet është kundër ezanit, është kundër Kuranit, shpif për Kuranin.